Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Uthulla e mollës, sekreti që shëron në dhimbjen e kockave për gjithmonë, jasti ta përdorni. Uthulla e mollës perceptohet si një kur natyrale kundër sëmundjeve dhe lëndimeve të lëkurës. Uthulla e mollës përmban shumë vitamina dhe antioksidantë të cilët i vinë në ndihmë organizmit që të shërohet. Sipas të dhënave, ajo rekomandohet veçanërisht për uljen e sheqerit në gjak, kolesterolit dhe gjithashtu dhimbjeve të stomakut. Së fundmi ka disa studime që tregojnë se uthulla e mollës mund të përdoret edhe me efikasitet kundër reumatizmës dhe gjithashtu artritit. Si të përdorni uthullën e mollës kundër reumatizmës dhe artritit? Mënyra më e zakontë për të përdorur uthullën e mollës kundër artritit është pirja e saj, por duke qenë se uthulla ka një përmbajtje të lartë acidike, këshillohet që ta tresni në ujë atë dhe më pas ta pini. Nëse ju do ta tresni 2 lugë gjelle uthull molle në një gotë ujë, një tjetër mënyrë e rekomanduar është aplikimi edhe i uthullës në lëkurë me pambuk. Ky trajtim këshillohet të bëhet 2 herë në ditë. Edhe në këtë rast, uthulla tretet me një vaj bartës, siç është vaji i ullirit. Përzieni atë po në sasi të barabarta, vaj ulliri dhe uthull molle dhe masazhojeni vendet ku keni dhimbje. Masazhet me uthullën e mollës duhet të bëhen jo më gjatë se 30 minuta. Sipas studimeve mjekësore, rekomandohet që njerëzit të tregojnë kujdes. Aplikimet direkt në lëkurë të uthullës së mollës mund të shkaktojnë irritim të lëkurës dhe përkeqësim të inflamacionit. Gjithsesi, ne ju rekomandojmë që përpara aplikimit të trajtimeve alternative të dhimbjeve të reumatizmës dhe artritit, ju të konsultoheni me një mjek. Mirëpo cilat janë kurat natyrale më të përdorura krahas trajtimeve me medikamente, të cilat mund të na ofrojnë një qetësim, por gjithmonë bani mend se ato nuk do t'i zëvendësojnë mjekimet e rekomanduara nga mjeku. Por si fillim le t'ju tregojmë se cilët janë disa nga faktorët që shkaktojnë dhimbje të gjunjëve të shkaktuara kryesisht nga artriti, osteoartriti, artriti reumatoid dhe septik, cistet e gjurit apo frakturat. Është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore që pothuajse i prek të gjithë. Dhimbjet e gjunjëve janë më të zakonshme dhe therse dhe njëkohësisht ato frenojnë tërësisht aktivitetin tuaj normal fizik. Sipas ekspertëve, dhimbja e gjunjëve shoqërohet me ëndjen e tyre, kufizimin e lëvizjeve normale, të gjymtyrve, problemeve me ngjitjen apo zbritjen e shkallëve, qëndrimi në këmbë apo ulur, mbledhja e ujit tek gjunjët duke shkaktuar njëkohësisht dhimbje të forta dhe gjithashtu dhimbja e gjunjëve shkaktohet edhe si pasojë e reumatizmës. Kjo sëmundje ndikon në ëndjen e gjunjëve, skuqjen e tyre dhe madje edhe në rritjen e temperaturës së trupit, vështirësi në ecje si edhe përkulje gjithashtu. Ne këtu do t'ju sugjerojmë disa metoda krejtësisht efikase për lehtësimin e dhimbjeve të gjunjëve përmes kurave natyrale. Vendosni kompresa me akull tek pjesa e gjurit që ju dhëmb, mbajini për 20 minuta dhe bëheni këtë ritual gjatë gjithë ditës. Shtrëngoni pjesën e gjurit që ju dhëmb përmes një fashe elastike. Mundohuni që të pushoni sa më shumë duke evituar lodhjen e gjunjëve. Bëni ecje të ngadalta të cilat nuk ndikojnë në futjen e gjunjëve në një aktivitet të plotë. Vendosni jastëk të mëdhenj poshtë gjunjëve teksa pushoni. Hidhni një lugë gjelle me piper të kuq në një filxhan me vaj ulliri.
Përziheni bashkë derisa masa të bëhet homogjene dhe masazhoni pjesën e gjurit në zonën që ju dhëmb. Këtë ritual mund ta bëni 2 herë në ditë për 1 javë. Kura natyrale përmes ushqimit. Ju mund të lehtësoni dhimbjen e gjunjëve përmes një diete të mirë ushqimore me produkte të cilat janë të pasura me acide yndyrore dhe gjithashtu me vitamina dhe antioksidant. Peshku përmban edhe vitaminën B, si për shembull vitamina B6 e cila lufton anemin, si edhe vitaminën D e cila është shumë e rëndësishme për asimilimin e kalciumit, një element ky jetik për forcimin e kockave. Portokallet, duke përmbajtur një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, forcojnë kockat dhe njëkohësisht imunitetin tuaj. Perimet me gjethe, spinaq, lëpjeta e të tjerë janë një burim i shkëlqyer i vitaminave A dhe C, luteinës dhe gjithashtu beta-karotenit. Kur këto kompozime bashkohen, krijojnë një mbrojtje të shkëlqyer nga krijimi i shumë sëmundjeve. Bajamet janë shumë të pasura me vitamina dhe me minerale. Bajamet paraqesin një nga komponentët bazë për energji si edhe për vlera ushqyese. Ginger. Gingeri gjithashtu njihet si një nga produktet më të çmuara me përdorimin e gjerë të tij në lehtësimin e dhimbjeve nga komplikacionet të ndryshme shëndetësore. Sipas ekspertëve, ne këtu do t'ju njohim edhe me pijen e cila shëron dhimbjen e kockave, këmbëve dhe gjithashtu kyçeve. Dhimbjet e shpinës, këmbëve e të tjerë janë të tmerrshme dhe zakonisht janë si pasojë e stresit, qëndrimit të gabuar dhe gjithashtu stilit të pashëndetshëm të jetesës. Sidoqoftë, ndonjëherë ju e ndjeni dhimbjen, mirë po vazhdoni ta injoroni atë sepse jeni shumë të zënë me punën tuaj dhe pasi ju shkoni në shtëpi, dhimbja juaj kthehet dhe ju nuk mund të qëndroni dot ulur, nuk mund të ecni. Në qoftë se ju jeni viktime këtyre dhimbjeve, atëherë ne do t'ju tregojmë një recetë fantastike e cila do t'ju ndihmoj në shërimin e këtyre dhimbjeve. Përgatitja, ju duhet 150 gram gelatin, ujë të ftohtë. Futeni 5 gram gelatin në një gotë me ujë të ftohtë. Përziheni atë dhe lëreni ashtu deri në mëngjes, por mos e futni në frigorifer pasi gelatina do të ngrijë gjatë natës. Përdoreni këtë lëng çdo mëngjes me stomakun tuaj bosh derisa të filloni dhe të vëreni efektet e magjishme pas vetëm 1 jave. Vazhdoni që ta përdorni për 1 muaj për të patur rezultate të përhershme. Nëse nuk ju pëlqen shija e kësaj pije, atëherë mund të shtoni gjithashtu pak mjalt për ta ëmbëlsuar. Nëse dëshironi, ju mundet që të përdorni edhe recetën fantastike me vezë, ku përbërësit që do t'ju duhen janë 1 e verdhë vezë, 2 lugë krip dhe fash elastike. Rrijeni të verdhën e vezës dhe më pas përziheni atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe vendoseni direkt në gjuhë, si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet ta kryeni këtë praktik me fasha 4 herë në ditë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video kanë për qëllim. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!